Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Si jeni miq dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog. Sot do ta nisim vlogun me hauls, kështu me pauza, batësh duke fjetur gjumë dhe në këtë rast përfitova nga fakti që erdhi dhe Hekri, sepse unë duhet ikim punë dhe mami sot vjen pak më vonë, kështu që do rri Hekri na 2 orë me Batolinon. T'ju tregoj dhe disa nga gjërat që kam marrë dhe t'ju updatoj pak për gjërat që kanë ndodhur. Pikë së pari, le të shohim pakon e parë. Ky haul do jetë kryesisht për make-up, edhe faktikisht e kam lënë përgjithës make-upin në mënyrë që ta mbarojmë pjesën tjetër bashkë. Duket u zgjua. Mirë, kjo është nga kjo faqja, më duket se kam dyqan edhe te Komuna e Parisit, është hera e parë që blej te këto, dhe faktikisht është pak e vogël, por vlera ishte e madhe. Kam marrë bronzerin nga Too Faced. Kjo është Chocolate Soleil Longwear Matte Bronzer, që thot është e bërë me 100% pudër kakao natyrale dhe ngjyra është mate, nuk e di si lexohet, nuk e di. Kutja është shumë cute, shikoni. Është hera e parë që ble bronzer të Too Faced, po isha duke kërkuar një bronzer, bë një vit e gjysmë që nuk përdor, ndoshta edhe më shumë. Dhe thash duhet të rikthehem tek bronzeri, me që është dhe verë tani. Nga Too Faced kam përdorur maskarën, që është ajo Too Faced Better Than Sex, por që nuk do ribleja sërisht. Është shumë i mirë, por lën shumë material në qerpik dhe bëhet qerpiku si me kokriza dhe në kohë të gjata më jep të këtë efektin, të paktën mua. Ja shikojmë këtu zemrën, këtu këtë detajn që më pëlqeu. Dhe voilà, do zotit nuk e thyej dhe këtë. Ja dhe kamera. Ka aromë tamam kakao. Sot jam duke xhiruar tek dhoma e Batolinos. Do marr këtë furçën, edhe pse duhet të blej një set furçash të reja për fytyrën. Po vetëm sa ta provoj pak. Sa e pigmentuar është. Që ka i bukur, nuk kam hedhur asgjë në faqe për momentin, edhe pse duken pak se thava flokët edhe duken pak si më shumë si të nxira. Mirë që këtu kam hedhur shumë sasi, këtu kam hedhur më pak, kështu që mund të dozohet. Ngjyra është e bukur, se kisha frikë mos ishte shumë portokalli. Unë ja fus pak edhe me dorë gjithmonë. Nuk e di, po make-upin e kam qef edhe ta prek pak, ndryshe më duket kush kam bërë gjë. Mirë, po bëj pak edhe konturin. Nuk kam brashën e duhur. Keni parasysh që duket edhe brashi i duhur. Por ngjyra është e bukur. Edhe kam përshtypjen që me brashën e duhur do bëjmë punë të mirë. Po, më pëlqen. Këtë e bleva 30 nga 50, kishte çmimi paktën këtu me ulje. Ja shtetit sigurisht kushton ndoshta 30 euro, ndoshta pak më lirë, se di se varet nga oferta, ku e blini, nëse blini te Sephora, nëse blini te faqja zyrtare. Por që, nice. Dhe aroma shumë e mirë. Pastaj tjetër çfarë bleva këtu është ky lapsi, këtë e bleva kot, kjo nga Lancome, se është formati vogël, travel. Kjo është Drama Liquid Pencil Glitter, numri 28, numri 8, se thash 28. Ta hap pak, të shoh këtu.
që ka shumë i pigmentuar, që ka tip si arabe, por që shumë nice, edhe pse unë tek pjesa e poshtme që pikve këtu nga brenda syrit nuk vendos, sepse mund të krijoj probleme, por do vendosim këtu jashta. Që ka shumë i bukur sepse pas ka një si glitter. Unë po e vendos pak këtu tek brezi sa mi dhënë theksim, por lapsi që ka shumë i bukur vërtet. Më pëlqeu shumë edhe ishte goxha intensiv, nuk kishte nevojë t'i bie 100.000 herë. Se lapsa i syve i Kikos nuk është se më ka pëlqyer shumë, kështu që nice, we love it. Diçka tjetër që kam marrë nga Lancome, dhe ky është një nga maskarat më të shtrenjta që kam bler ever, është kjo. Quhet Monsieur Big, unë nuk flas frëngjisht, kështu që nuk e di nëse shqiptoj sakt, por ishte një maskara dedikuar volumit dhe mendova që ishte perfekte për mua. Doja t'ju jepja një review shumë negative të këtij, përveç se nuk jepte rezultatet e dëshiruara, ndjeja gjithmonë që pikët si të ngjitur, ndjeja gjithmonë vështirësi pas 2-3 orësh, sikur më ngjisnin, dhe për ta hequr ishte shumë e vështirë, edhe kam provuar dhe një double cleansing të re, dhe edhe ma të ngelnin si copa ngjitës, dhe kushton goxha, kam bler më duket 23 euro nëse nuk gaboj, kështu që mos i harxhoni lekët. Ky është mendimi im, pastaj në fund fare dini vet, por për mua është një no, madje sikur mi ka dëmtuar qerpikët. Ndërsa këtë e kam provuar dhe dje, dhe faktikisht diferenca dukej, saqë edhe vajzat me të cilat punoj në njëra nga pikat e optikës më pyetën për qerpikët, sepse ishte efekti menjëherë. Ja, ta shohim live bashk. Okej, do t'ju them diferencën, shikoni. Këtu kam bërë vetëm një herë pjesën e sipërme, këtu s'ka fare dhe është wow. Kështu që këtë e kam blerë nga 45.000 lek, 35.000 lek, nga 45 euro, 35 euro, se unë flas akoma me të vjetrat, ja vlen. Nëse doni një maskara, ja vlen realisht, mban, lahet lehtë, mbas disa orësh shoh ndonjë shenjë të vogël të poshtë, por akoma nuk e kam kuptuar nëse unë e kam aplikuar gabim apo e bën gjithmonë, por ja vlen shumë sepse efekti është, e pyeta Hekrin dhe më tha, është sikur të kesh bërë qerpik falso, por që i ke natyrale, kështu që kur e thot Hekri. Dje kam qenë për të vizituar Baton dhe kam xhiruar një video të vogël pasi kemi mbaruar vizitën dhe po ja u tregoj këtu. Ndaluam këtu te Lano Çola, tek libri universitar, sepse është akullorja më e mirë në Tiranë, definitivisht. Provojni dhe do mbesoni. Jam këtu mbrapa me Batolino. Unë kam marrë, po Bato merr do pak nga kjo. Merr. Kam marrë shijen roze dhe passion fruit, ndërsa Hekër çfarë shije ke marrë? Unë mora ricotta e fik, edhe roze e mora. Kemi shkuar për të bërë një vizitë për posturën e Batolino, sepse më dukej sikur ishte pak më i ngurtë dhe vizitën e bërëm te një ortoped grek, që vinte një herë në muaj, më duket, falni se po më shkrin. E bëra pizza fundit. Vizita shkoi në rregull, kështu që tani po i drejtojmë në shtëpi. Slay! Më pëlqen shumë, ja vlen bljeni. Gjithashtu, me që po flasim për Batolinon, përveç se kemi quar të doktori dje, para 2 ditësh e kemi quar dhe të qethet dhe i kemi bërë këtë modelin këtu. Doja diçka pak më moderne, më alternative, dhe i thash Hekri do t'ja presim wolf cut, një si tip shaggy, wolf, kështu, edhe kur ja kërkuam parukierit, që ishte ai Hekrit, që është këtu tek Lakeview-ja,
tha që po tha se do t'i rrinë shumë bukur. Dhe faktikisht dolin dritë duket shumë bukur dhe jam happy që ja zgjodhe këtë prerjen. Kjo pak u mbaroi, e pa që kam lënë pak leshrat, po do nisim me pakon tjetër, këtë, që është nga Amel brand, dhe kjo është një faqe online. E nisim me një gel vetullash, kjo kushton të 12 euro. Dhe thonte që ti ngrinte, të shohim a ti ngrin apo jo. Ja, nuk e kam hapur fare, do ta provoj me ju për herë të parë. Besoj që nëse i blini tek Sephora, i blini më lirë ndoshta, sepse merrni dhe tax free. Kjo kishte, përveç se kjo që ka turk më duket, sepse po lexoj lexoj turqisht, përveç se mbante të ngrira vetullat, ka edhe vaj kastori brenda. Më kanë thënë që mjafton shumë pak, o zot e mora shumë, po më kanë thënë që mjafton shumë pak, o zot bëra një dëm, inshallah s'më ngrin këtu, sepse ngrin me njëherë dhe faktikisht si kur e ndjej me njëherë që po ngrin dhe duhet se s'bën të veproj se u bëra dhëm. Vetëm se efekti që ka shumë i bukur. Unë i rash disa herë, do të kisha bërë më përpara vetullat, si që bëj zakonisht. E ngrin me njëherë dhe unë thash vura ndoshta pak sasi më shumë si duhet, por që mendoj që efekti është i bukur, duhet thjesht ja marr pak dorën. E parë që i bëj, këtu duhet të mbush pëshllëqet që kam, por nise, interesant shumë, shumë interesant. Po ka marrë efektin e laminationit, thjesht unë preferoj t'i bëj në banjo, kur jam në këmbë, si kur mbaj balancën. Edhe furça ishte e përfshirë. Tjetër tani kam marrë këtë blushin, sepse ju thash që të merrja një blush. Kjo është Bliss Blushin Live dhe më duket është ngjyra peach. E mora nga Kosas, që është një brand amerikan, që jo vetëm merret me pjesën e bukurisë së produktit që duket bukur, por edhe që të ushqej lëkurën, dhe kjo më duket është me acid hyaluronik. Ngjyra është shumë verore dhe gjithashtu është baked dhe ka dhe këtë si tip shine, dhe mendova që ndryshe nga bronzerin që e doja mat, kjo është perfekte tani për verën. Mos më shikoni furçën, sepse ju thash që duhet të ndryshoj furçat për fytyrën dhe ja. Ajo çfarë më pëlqeu është që është si që quhet produkti buildable, pra që mund ta dozosh sasin pak nga pak, pra nuk pigmentin e rrit në bazë të sasisë. Pëlqeu shumë se të jep një glow shumë natyral. Këto ishin produktet e make-upit, këtë e kam marrë 30.000 lekë. 12 euro, 30 euro do më thënë, 12 euro ka marrë atë. Dhe tani doja t'ju tregoja një çantë që ka marrë te Dodd, ka kohë që e ndjek. Do t'ju vendos këtu faqen që ta gjeni dhe ndiqeni, sepse ka çanta shumë të bukura lëkure, ka shumë kohë që e ndiqja, por gjithmonë shiteshin shumë shpejt, kështu që arrita më në fund të bleja një çantë shumë të bukur dhe mesazhi shumë i bukur. Faleminderit Romi për porosin dhe suportin e vazhdueshëm. You are Dodd Charm Hugs. Faleminderit shumë. Dhe kur e pash këtë çantën e porosita me njëri dhe thash do ta blej unë, sepse është shumë e bukur dhe nuk doja që të ma blinin. Nuk e kisha hapur kastile që ta shihni bashkë, por që tani e adhuroj, o gosh. Shikoni. Shikoni sa bukur, shikoni dhe detajet. Është 100% lëkurë. Dhe realisht ndiqeni këtë faqen, ja kam vënë syrit dhe një çantë tjetër që është për verë dhe kam parë që se kam bler njëri. Shih sa bukur dhe kontrasti nga brenda.
çfarë më pëlqen është se çdo çantë që prezantohet shumë pastër, shumë bukur, çanta duken si të reja dhe vajza që e merret me faqen është shumë e kuruar, shumë në detaje, domethënë, përveç se ka shumë shije në zgjedhjen e çantave. Dhe gjë tjetër që më pëlqen është që çantat janë cilësi shumë të mirë, pra lëkur. Unë gjithmonë mundohem që të blej çanta vintage, lëkure. E dini që jam shumë pro këtyre gjërave. Dhe çfarë më pëlqej ka te kjo çanta pas ka si mbyllje të çantave të gjyshes një herë një kohë. Kur shkojnë? Sa bukur. I love it. Kam porositur edhe na dy gjëra nga një faqe në Kosovë që kam porositur edhe më përpara. Edhe më falni se po mbydhe një mesazh dhe isha pak e hutuar. Kam porositur edhe më përpara, më kanë dalë gjërat e mira, po këtë herë nuk e di, ose isha në Terezion ose të shtova. Mora këtë fustanin, 15 euro, që mendoja që ishte model tjetër, por që më rezultoi ndryshe. Copa është shumë e bukur, më keq kuptoni, edhe modeli, por më duk sikur nuk më shkonte shumë dhe po mendoja t'ja dhuroja mamit. Pastaj gjithashtu mora dhe këto jeanset që më rrin që tani, por mendoj që duhet të dobësohen pak që të më rrin akoma dhe më bukur. Janë shumë të veçanta dhe unë zakonisht jam shumë minimale, por këtë herë thash do marr diçka pak më të veçantë që ta vesh me ndonjë top minimal pak vitet, fund vitet 90 dhe fillim vitet 2000. Dhe kështu këto ishin pak më shtrenjtë, 18 euro. Por që po mendoj që fustanin t'ja dhuroj mamit, ndërsa këto t'i mbaj dhe të shohim. Tani, mbledhim gjitha rraqet këtu dhe nisemi për në punë. Pikë se para do të vendos edhe një rrip. Dhe në banjo që të përfundoj make-upin dhe po duket akoma dhe më bukur, girls. Shumë bukur, shumë bukur. Mirë, sot do përdor këtë lip oilin nga Essence, që ja vlen shumë. Mos harxhoni lekt me lip oilin e Diorit, sorry Dior, po nuk ja vlen fare. Ja, merrni këtë. Dhe do plotësoj pak edhe vetullën, hekurisht duke më mbushur atë termosin e ujit. Vetëm pak fare, ja, këtu mbaroj, problemet madhe kam nga ana tjetër. Edhe këtu u rregullua dhe realisht fetullat dilkan më bukur se me çdo gjë që kam provuar kohët e fundit. Okej, ti drejtoj me punës tani. Tani që kaloj pak kohë dhe mund t'ju jap një review pak më të mirë. Vetullat nuk ngelen pasaj aq të ngjitura sa në fillim. Gjeli thahet, por vetullat nuk lëvizin dhe duken bukur, kështu që ja vlen edhe gjeli. Kjo nuk qëndron këtu. Po qëndron, duhet t'i heqësh këtë gominën që s'ja pas ka vënë hekri. Dhe qëndro ka fix. Duhet ta kisha menduar edhe një herë mirë se çfarë thash. Shumë vap. Nga që makina është në diell gjithë ditën, edhe kur vi këtu dhe hypi këtu, si në furr. Solace of love and fear. If I could lose them, could you be different? Could I let the river take me? Will you take everything that I have? Ke marrë vajin e ullirit bato, po nuk jam ban dot i këtë.
E pat edhe vetë se qa po mundohet bënte. Do të thënë, mori shishën e ujit, tani po mundohet marri shishën e vaj të lirë që kam bler, faktikisht një nga ato 5 litrat ma gjeti Marko. Po proteston se i ku mami dhe do të dali. Imagjino, do të thënë që tani 2 vjeçë kanë fillu protestat. Jam këtu me Batolinën që më solli hekë një focaccia dhe e mori një pjesë mirë. Ja, një copë kam ngrënë vetë, një copë mori i Bato. Dhe ja, po zgjatet akoma. Ha, më Batolino. Po kum las të hajta më, ndërkohë po shoh make-upi ka qëndruar shumë bukur. Ty tregoj se çfarë i kisha bërë Batos për darkë, që ka ngrënë në orën 5:30 me mamin tim. Duket pak si qull, por realisht ka domate, qep, karrota, lule lakër dhe makarone biologjike. Lava unë tavolinë të asnjë njeri, se ndryshe Batolino nuk do më lë. Dhe siç po thosha, ka ngrënë me mamin, po han dhe nga focaccia ime, se që kur ka kalu këtë virozën, sikur ka ardhur pa koreksi, po zua ta marr mësyr se ajo viroza e hodhi për tot, nuk e di, mund të ketë do psuna 2 kg direkt, kështu. Gjithashtu qumshti u bë 3 javë që se pinë më natën. Qohet nga o në orën 12, o në orën 1, o në orën 2 varet qohet. Japim pak ujë edhe kthehet prapë frigjum. Do të thënë deri tani jemi tek uji. Ndërkohë e kam këtu poshtë meje që po më zgjat duart për të mbushur dhe dorën tjetër, se po nuk mbushi të dyja duart, nuk është happy, domethënë. Dhe kështu kjo ishte përditësimi, u bën gati 3 javë që se kam çuar as në qerdhe. Këtë javë nuk e çova sepse njëra nga edukatorët ishte me leje dhe thash se jam të çu fare. Kurse 2 javë të tjera nuk e çova sepse ka pas atë virozën shumë të rëndë dhe derisa e mblodhi veten, mori pak peshë sërish, se ishte bërë më, nuk e keni ide, domethënë u mërzita, u bëra se pavarësisht se Bato han shumë, nuk është një fëmijë që merr peshë shumë dhe në atë kohë që u dobësua, më dukej sikur po e merrte era me vete, nuk e di pse, ose jemi ne mama që e bëjmë pak më të egzageruar situatën. Do më hapësh mua? Faleminderit. E hëngri vetë duhet ta haj dhe unë tani, se ndryshe nuk ikën nga këtu. Buono, buono. Ne kam mësuar Marko që bën kështu buono. Buono? Buono. Edhe imagjino kur ka qenë me viroz, ja, e hëngri vetë tani. Imagjino kur ka qenë me viroz, hante vetë, lëpinte vetë dhe na fuste në gojë. Edhe mami kështu e ka hëngër na 2-3 herë virozat nga Bato. Do s'do këti ta fut kështu në gojë, o mere o s'kam. Se tani se bën dot se jam karrike dhe ai është poshtë, po ku e çova, më ta hëngri Rio, mirë ta bëri. Hajde Batolino të presim dhe thonjt, se tani duke u gryrë në përëra, në përgjëra. E gjete? Dhe kështu, nuk e di fola për shumë gjëra, në shumë pak kohë u bëra lëmsh. Erdhe. Hap dera. Hajde ta mbyllim derën. Tani ka shkuar tek monopati i Hekrit dhe i bie Zilës, ja bën ty. Po ja tani që ndeza unë video në taloj. Ja. Është bërë, nuk e ndalojmë dot, domethënë varet edhe te biblioteka, shkon hap ujë, rrëshket në ujë, para na 2 ditësh rrëshketi në banjo dhe dësh, nuk e di, unë piva kështu se thash, tani bën ty. Nuk e di, është në fazën që nuk e mban dot më, a janë vetëm djemt kështu apo janë dhe gocat, sepse gjitha gocat që shoh afër këtu më duken qeta, të bukura, gjithashtu dhe për të rroba, për fëmijë djem, ka shumë më pak se sa për goca. Ne kam bë me hilën e mamave djemve. Hajde Bato. Tani po dalim për xhiron e darkës të liçeni, sepse gjatë ditës për shkak të vapës është e pamundur ti nxjerrim Verio po vrapon si tërbuar dhe shkelin një bicikletë. Imagjino, domethënë dhe bicikleta ka ngel për shkel. O Rio.
këtu ndërkohë te Fafa, po bëka një party dhe duke ka shumë bukur. Shikone. Dhe erdhi Hekri. Po e mundohej ta trajnonte. Ta trajnonte, okej. Tash si ishte trajnuese. Interneta po mundohem ta shumë mirë. Pam një vëzoj me një klysh të vogël dhe afruar jo. Ne menduam që ishte trajnuese siç po tregonte edhe Hekri, po ishte zonja dhe nëpërmjet internetit po mundohej ta trajnonte, pak siç kemi bërë dhe ne me Rio. Rio, hajde! Ja, shikojnë tërbimin. Mirë, ky vlogu ishte pak më shumë haul dhe produkte kozmetike. Sot nuk arrita t'ju tregoj recetën që i bëra batos për drek. Por, do mundohem vlogjit e ardhshme, se keni ndonjë produkt që më këshilloni, më komentoni poshtë. Gjithashtu, nëse provoni të njëjtat produkte siç mora dhe unë, më tregoni se si ju duken. Unë ju përshëndes, ne do shihemi në vlogjit e ardhshme. Mos harroni të bëni subscribe. Ciao!